Faleminderit, më pëlqeu se ju gjithmonë sillni shembull nga komuniteti, por një rol të rëndësishëm kanë në përgjithësi individi, familja, shoqëria, institucionet fetare, dhe kam dy pyetje, po të parën po jo bëj, cili është roli i familjes për ruajtjen dhe trashëgiminë e besimit dhe të forcimit të saj, por për trashëgiminë në breza. Nuk jam të thënë gjatë të reja, është qeliza shoqërisë, familja, thelbi. Ata që dojnë me pas në kontrol të fort shoqërinë, mundon me prish familjen. Po parë se me prish familjen, mundon me prish fenë. Për mu, kjo është një përfundim personal që e kam lexuar në vend, po që e pranoj 100%. Për shembull, më shku mrapa se po më qëndesh të revolucioni francez. A din të Voltaire, këta që janë ata fondator, Diderot me radhë. A di që ka thënë Voltaire? Zoti e ka kriju botën, e pranonat, se s'munet mira mohit, a prej frigit, a prej logjikës, nuk e di, se i thëmë 1760 sa ka kënë. Zoti e ka kriju, pra botën, ka vu mren ligjet natyrore, edhe është fjetë. Ne e në qenër. Prej tënë krijesave vetëm njërit i ka dhënë arsy, edhe njëri ka arsy me përdorë për me zbulu ligjet e natyrës, pra me zbulu ligjet e natyrës, edhe me vazhdu me drejtu jetën e tyne në përshtatje edhe në harmoni me ligjet e natyrës. Pra përjashton hirin e Zotit. E përjashton Shën Agustinin, hiri i Zotit e perfeksionon natyrën. E përjashton mundësin që a ideali që ka lej meqëm, ose a i fëmija i meqëm, ba më shku në Harvard, bëhet perfekt. Jam të i folë kuptimin intelektual, kuptimin shpirtnor kja. Nja ja ka kënë. Pra në revolucioni francez, pse e ka luftu mëretin, e fillë mes mëretit Krishën. Në vërtet ka luftu Kishën, e s'ka luftu mëretin. Po mëreti e ka mrojt Kishën. 16.000 prifta, morgesha edhe laik, që janë kanë fetar janë vra, gjatë revolucion francez. Edhe atë janë Voltaire i ka thënë njerëzve, ju nuk keni nevoj kur të keni probleme me hap Biblën e me gjetë se me gjetë përgjigje në problemit. Shoqënora, familjara, shpirtnor, qa do që tjetaj. I ka thënë, kena me thirë logjiken ma të mirë të njerëzve. Pra kena me marë që thot njëri ma i meqëm për këtë problem. Që thot njëri ma me eksperiencë për këtë problem. Ate janë me kanë se kë njëri që ka menquri e eksperiencë, ka me dek i ditë, adhe tanat ditunin e ti eksperiencë do në me fut një liber, edhe i ka thënë enciklopedia. Që kur të keshti një nevoj, shko në hap të enciklopedia, edhe sot kena Google. Pra ba me ajki vore e njerëzit, më deli puqe, kuqe i to, tërë që në thënë kja, banë kështo, adin me marrë, me ka prej herë më shku të ditunia, po jo më shku të Zoti, pra mas ledzo ma Biblen. Kja është aja gjaja skandaloze që ka kanë. Pra të familja, si ju tha që dhe një herë, për me dasht, për me shgatru familjen, sepse ata dojnë me pas komplet kontrol popullin, pra ne i ba me vure sot në botën moderne që është një vazhdim të ju sofistiku i revolucionit francez, bota sotme, është ju sofistiku revolucionin francez. Të ova për herë më të sofistiku me tana, dënë që mas me egzistu familja, që me ba si mas republikës të Platonit. Platoni e ka shkruar të republika që familja se egzistan. Shteti, a i thot qytetin atë ko, po shteti i ushqen fmit, shteti i edukon fmit, shteti i formon fmit, baba nana vetëm kanë kohë sa me shërë kohë, me pasi fije kohë, me daj fije kohë me fmit. Ja me shku me paj neshe futbolit të isen. Ba me vure sot që është tragjike, sa njërës shef, që punojnë atë shumë sa s'kanë kohë e nge për me net me fmit. Vjen prej punët vetëm i roki, i puthën faqe, edhe i puthën edhe i hen faqe kur shkojnë me fjetë, edhe nuk merren ma. Në është ta një ditë dile pak, nërko që me njofti njëri dënë kohë të saktume, dënë kohë, dënë shpenzim kohë. Sa kohë keni nejtë ju me djalin, adin për me nejtë, për me mujtë me mësu, kur keni kanë afer, kur keni kanë tri, për në tonë ka nejtë shumë. S'kena pas këta
kjo se mundë me thënë që e kanë pengu bashkimin e prinsë, kena pas atë televizorin e këta që një anë e mirë, po një anë nuk ka ba mirë. Kena shpenzu ma shumë kohë me një tjetërin, me një liber, të o diskutu i liber, e majmen ledzoshim Lufta Paça, Spartaku, e rrishim të o diskutu, e më rrallë, i kjo formimi i shpis. Atë shpia formot në përmjet fesë. Pra dhe herë qa, familja mirë, po familja kristiane, është e përsosë. Cili është, si pas mendimit tuaj, roli i kishës dhe i besimit për të sjellë në komunitetin tonë, jetojmë në emigracion, një unitet më homogen dhe për të bashkuar vlerat tona intelektuale, ekonomike, për të mirë të komunitetit? Herë duhet me folë kur thëmë kisha komunitetit tonë është kisha botnor, është për këtë kisha. Unë e kuptoj kishen, aja ka kisha është gjithë qahe, po shive si është kisha. Asë një njërin botë, për shekujve, miliarda vjetë, kanë me kalu, kërë tonë bota, kur nuk ka me mujtë shkenca, menja njerëzore me kriju një farë, që me pas mërën, në adë në komplet trungën e frutin e gjithë qa, pra me kriju në laborator këtë farën, që kur të helësh farën në tokë, ka me dalë një bim, ka me kriju një frut, a i fruti ka me pas mërën farët e veta, që kur ti qiqë në tokë, ka me dalë njëjtë i frut, e me vëshdarë, kërën për jetë. Frutin atë farën e nebzoti. Jetën e nebzoti, së mundet më ba kur në laborator. Ta shti i këtë farë, që më kalon zoti, unë jam aj Baqevani, ose jam aj fshatari, edhe e di e hapi gropin i veple, edhe di që sa temperaturë do në shkrift, sa ujë mi qitë, jam i kujde, kam studiu mirë, mas me më hangër ka projt e këta rrëthoj me tel, kur fillën mu rritë e krasis ka i fije, edhe bati kja kisha. Feja nuk e fiton, ashta në baba, as nana, as kisha, kur kushen bot. Feja allërat direkt për i Krishtin, a direkt për i Zotit. Pra ne thot Krishtin një vend, kur kush nuk vjen të unë, po nuk e për unë i ati. A feja është direkt dhurat për i Zotit. Jo, kur vinin kisht, ty të ka për Zotit, ty të kam për unë. Po atë qam unë jam a i Baqevani, oj mirë i keq, që i shala divit, bahizmit mirë, që një fej me të rrit, edhe me thanë frute. E qarë frutesh? Frute dashnijet, frute mshiret, frute nimet. Roli i kishës me komunitetin. Exact, të shti Jetojmë në komunitetin këtu që shumë njerës vinë kish, po edhe shumë të tjerë nuk vinë kish. Cili është roli i kishës, i besimit, roli pozitiv, gjithmonë flasim? Ata që vinë, ata që izvinë, janë dy tema që mundin mu krasu të damë. Shë aj që vjenë. Aj që vjenë? Bra që vjenë. Aj që vjenë ta që dhe herë, ka dhuratën e fesë, he realizes, ajo shi, pra e kuptën që e kam, ka kalu në pra të purgation që ju thaqë për para, pra në të pastrimin, e tana edhe vjen. Edhe na kisha mundot sa ma shumë e ma që egziston për mja shnërit, pra për mja perfekcionu ata që ka fitu në përmjet kishë, po që e ka marrë dhurat për i Zotit. Pra që ban kisha, në kjo se ullë në tash për i kishë universale, në shkojmë të kisha jo në Shënpalit, në arkidioqezin e Detroitit. Unë si me shtarë, kam vure që na kena vlera, që na bajnë i fje ndryshe për i tjerve. Nuk ka se atë që kena na nuk egziston të njerëzit tjerë, po të nashkelqen ma shumë. Si puna një mollës, molla Sterkinga është ma malë, ka erë ma të mirë, po ka dhe mollat tjera të mirë, pa ma vogël, nuk ka fort erë. Zdi jam kuptën. Pra, unë kam vure që populli shqiptari ka disa vlera, një ata vlera, me të thanë drejten, mundohë mja shtu, mja lucidu, pra dhe herë, mja perfekcionu në përmjet fesë. Për shamull, që kena një vlerë, në jena, prej e kam thane, ma beso mu, këtu nuk ka dalim qëfar aje katolika, muslimana, ortodoksa, vektashia dhe qa. Populli shqiptar është popull mistik, është popull që do në Zotin. A dhe janë si e shprej, si e adhuron Zotin, si e ban janë gjana tjera. Pra në kjo se mundë me shku të ana inteligencë, populli shqiptar, a popull inteligent. Ta shkon me studiu në Tiranë, në Universitet Tiranë, sa të Shkodrës, a në Harvard, a dhe në varë ku jeti. Apo nuk shkon shkollë hiq.
ti je njëri menqëm, ti ke dashmik, gjithmonë keme pas qef ditunin. Pra, na jena popull mistik, na do na Zotin, marri mua beti. I ketë vlerë është mje shtu, sa të mund na ma. Mas mja mungu me fjalë, jo me i bëndhe, sepse i len mëres dikuj, si dhe mostrive, kur i fut një diqa kundra fes, që bota ato ba pa pushim dhe për filma, është tragjike, nuk shof kur i film, po ataku feja. Mënyrën ma banale, edhe ata adin që nuk ban efekte na, pa ata kanë bështimin se ka me ba efekt në tarmen, ta ata generatat që nuk e njofin, jam të i thanë 5-6 generata mrapa. Ata i ka me na kjo halin, ata kanë me thanë shketit stërgjyshat tonë, që pas kanë pajitu në atë kohë të mërshme, që pas kanë hek për priftave murgeshave. Ty i vra, ty i rra, ty i pre. A ki pa Name of the Rose, që është Umberto Eco, që a bajnë filmi. Tanë trishtimet e to, të ba manastirin me nga vra. E sa herë që i kam lipat film, më kujtojtë seminari ku kam studion, i kry vevër, tanë dritë, tanë urti. A i shkon ja bën atë prezentim, nipit tanë. E si mund e daj mu ba prift, në të ardhmen, kur është shefat atë, kur thot kam i një aty, kanë me më therë me thikë, du të me hapë sytë, se ka me të mëtë dikush. Me të mëtë dikush seminar. Për herë të parë njëtën teme, mas jam të i folë me këtë, se s'du me i këtemës, për herë të parë njëtën teme, që kam jetua, kam shiju Parizin, a kanë ku jam kanë seminar. Për herë të parë njëtën teme, kam jetu një ambient, që e kam ditë se kur kush nuk murën, që e kam ditë se kur kush nuk më ka i nanë, që e kam ditë se kur kush nuk zohet në kjo, se mu më mungën diqa. Kur e kam ditë se gjithë kush lutet, e dëshërën për me pa të i lullzu, për para, e të jetës për para. Kur në për herë pa një teme, e kam ditë se kur kush nuk më rënë, asë nuk i shkon menja më mashtru, kur kush njët aty nuk ashtë se ka smirë për i mejet, se do me ma pa të keqen. Kur herë njëtën teme, se ka me mba dikush keq, e pra me shikju majta se majta, sa djathas. Pra kam pas një test, kjo se unë me thanë, shijen e Parizit, dvogël, a gëftën, kufizume, të mirë po e di si a Parizit. Atëherë kur jam ba me shtare, kam ardhen në botë, edhe ka nërshunën, nuk a kanë ma seminari. Atje dhe gja bota këto. Ka bota këto flasin keq për priftin, ja që shtërmnojnë me qëllim fjallë, bëmë që me ba mu dzerës, a i ka smije, me rratë se jam të hi për mi për mene këta. Pra nej Umberto Eco, kër e bana atë, si mundet me ba, për gjanë më të bukur, që mundet për jetu i njëri, i djaliri ashtë me jetu në seminar. Unë për vedi, ba me pas mundësi, kisha mi thanë gjdo djali 3, që janë këtë botë, mi i ba 4 vjetët seminar. A dhe no baft prift, God bless. Në masu baft prift, po martot, God bless 2 herësës, po ka gjatë keqe. Po kalën e për atë. Për me e pasi fije shijen e të mirës, me e pasi fije shijen e të përsosënës. E ishto kanë shkollat kristiane që fatke qësë që kanë mëllë. Pse janë mëllë? Për me mëtë kishen, se të i mëtë kishen, ke mëtë familjen. E të i mëtë familjen, ke me pas botën kontrol.